e kanë mendje kur po thu gjenerat e vjetër e LDK-s, nëse është gjenerat e vjetër Kujtim Shala, Hikmet Bajrami, a është apo s'është? Agim Veliu? Agim Veliun nuk e kam taku, do më thënë edhe për të absolutisht kam konsiderat të jashtëzakonshme për kontributin e tij që ka dhënë tash shumë vjet më parë, por nuk e kam taku, përndryshe edhe kjo gjenerat e mesme e LDK-s edhe të rinj që janë aty, besom që të paktën në këndvështrimin tim e përbëjnë një ekip fantastike për ta dhënë pra këtë mesazh që po mundohemi ta japim edhe gjatë kësaj fushate për t'i bindur sa më shumë qytetarë që t'na japin shansin për ta drejtuar vendin. Është momenti jo vullnet për qenë partia e dytë, nuk po punojmë për qenë partia e dytë, po angazhohemi për qenë partia e parë, normalisht. E shihni si momentin e LDK-s këtë, sidomos pas gati një viti dëshpërim të qytetarëve? Arsyeja pse kam shkuar në LDK është pikërisht kjo, sepse besoj që LDK-ja jo vetëm që ka momentin, por edhe duhet ta ketë momentin, pasi që ajo që ka përfaqëson Lidhja Demokratike e Kosovës është një parti politike me bazament shumë të fortë. Në LDK, ose me thënë ndryshe, të gjithë janë derivati i LDK-s. Edhe partitë e tjera politike sot në Kosovë të gjithë kanë dalë nga LDK-ja. Pra Lidhja Demokratike e Kosovës është shtëpia e madhe politike e të gjithë shqiptarëve. Në LDK kanë qenë dikur edhe komandantët e UÇK-s, të gjithë ata që dikur më vonë kanë bërë luftën e tyre të madhe për çlirimin e Kosovës, dikur gjithçka ka nisë nga, si të them, ideimi politik i këtij populli përmes Lidhjes Demokratike të Kosovës. Prandaj mendoj që në një krizë të tillë siç aktualisht ndodhet Kosova, që ka probleme në shumë segmente, janë lëvizur fundamentet e shtetit, edhe sa i përket aleancave me shtetet mike të Kosovës, mendoj që LDK-ja është forca e cila e kthen vendin binar dhe duhet t'i besohet asaj për ta rikthyer sërish shtetin aty ku duhet të jetë, që të zhvillohet, që të prosperojë më mirë, që të vazhdojë aleancat e forta me shtetet mike, sepse pa bashkëpunime me aleatët tanë nuk mund t'ja dalim dot, ne jemi shtet i vogël, nuk mund të jemi shtet që bën ndryshime të mëdha gjeopolitike në botë, jemi shtet që kemi nevojë për mbështetje të madhe nga superfuqitë botërore dhe këto aleanca duhet përmirësohen e të forcohen për t'ja dalë më mirë Kosova. A bën vetëm një pyetje për fund? Po, sepse do të pata një pyetje, po urna. Ja, të lutem. Okej, unë po dal te koalicionet me njerë, unë e di që ndoshta është shumë herë të flasim për këtë, pasi që nuk kemi pas koalicion para, i kemi pas ato koalicione apo ato persona që ju kanë bashkuar LDK-s, por keni folur për ndonjë koalicion të mundshëm pas zgjedhjeve me parti të tjera? Po tash e the dhe vetë, edhe në pyetje, unë jam antari më i ri, ndoshta ndër më të rinjt në LDK, dhe nuk mund të flas shumë për këto qëndrimet që janë qëndrimet organeve vendimarrëse, ajo që ka dihet publikisht, edhe drejtuesit e LDK-s, kryetari, si dhe deputet të tjerë në kryetar të partisë, thonë në vazhdimsi që LDK-ja aktualisht ka një, e vlerëson si që ka një hendek të madh me këtë parti që aktualisht po qeverisë me vendin, pra me lëvizjen vetëvendosje, dhe rrjedhimisht i bie që nuk preferon një bashkëpunim me lëvizjen vetëvendosje. Normalisht që krejt çka LDK synon dhe angazhohet është që të arrijë të fitojë sa më shumë besimin e qytetarëve në mënyrë që t'ia dalë të jetë parti e parë në vend dhe më pas pse jo të krijojë një qeveri edhe me partitë e tjera të vendit për ta krijuar pra një parti të mirë, një qeveri të mirë, desha them, me një program të mirë e progresist për ta çuar Kosovën më përpara, mos me lanë me najtë me stagnu, si që ka ndodhë gjatë tyre 5-6 vjetëve, fatkeqësisht një buxhet 12 miliardë euro është menaxhuar nga Albin Kurti gjatë këtyre viteve dhe nuk dihet se çka ka bërë me tërë ato parë. Domethënë të kalumën edhe ne vetë si gazetari kemi kritikuar ata që kanë shkuar, që jo ka pak të numershëm me do tendera, me do. Po megjithatë ka ndodhur diçka në Kosovë, që Kosova ne e dim pas luftës ka qenë pa infrastrukturë, sot kemi rrugë, kemi shkolla, kemi ka pasur një zhvillim gjatë këtij asaj periudhe, pavarësisht që ka pasur edhe stagnime, dështime, telashe, mirë po gjatë kësaj kohe kemi shumë broçkulla, kemi shumë propagandë, fjalë që i bie që kemi shumë mashtrim në fakt, nuk kemi diçka konkrete. Nuk e di nëse sot mund të themi që ja gjatë këtyre 5 viteve sa ka qeverisur Kurti me 12 miliardë euro buxhet, cili është projekti yt kapital zotni. Atë çka ke botë gjatë këtyre 5-6 vjetëve sa ke qeverisur me vendin dhe madje me një buxhet shumë më të madh se sa ata që kanë qeverisur më parë, sepse në kalumën buxheti i shtetit ka qenë më i vogël dhe ka shkuar duke u rritur. Këtyre viteve
rreth 12 miliardë euro buxhet janë menaxhu. Nuk di, a është bona e autostrada Agjilanit ka mbetë në gjys. Dje isha andej të shku rrugës dhe pash, domethënë ka mbetë në gjys, është e çuditshme se sa pak punëtor dhe nuk e di pse po ndodh, domethënë nuk di